Unë isha një lulëzim i hershëm. Fillova të kaloja pubertetin kur isha rreth 10 ose 11 vjeç. Kur arrita të 12 ose më shumë, isha mjaft i përcaktuar, si të thuash. Nuk kam qenë kurrë e holl, kam qenë gjithmonë e trash, shkoja në internet dhe bisedoja me burra të moshuar. Unë kam qenë në këshillim që kur ndodhi kjo dhe e bëra atë për vëmendje dhe vetë vlerësim. Një ditë, po flisja me një djalë që do t'i referohemi si babë. Njerka im, të cilin unë do t'a quaja Mike, hyri dhe më bëri një pyetje më pas u largua. Pasi ai u largua, unë ju ankua Bobit se Mike ishte aq i bezdishëm, ose çfarëdo që më tha atëherë 12 vjeçari im. Mike më dha idenë se ai vazhdonte të më ndërpreste sepse donte të bënte seks me mua. Bob tha që unë duhet të flirtoja me të vishja rroba të pakta dhe më pas ai do të më godiste, pra, duke qenë goca e trash naive që isha, mora këshillat e tij. Unë kur nuk kam pasur ndonjë djalë në shkollë që të më godiste, ose të interesohesha sepse isha një vajzë e madhe. Një ditë para se babai im i Njerkut të kthehet në shtëpi, unë vesha këtë bluzë falënderimit të tij dukshme dhe minifund të shkurtër prej pëlure blu. Mike kthehet në dhomën e kompjuterit dhe fillon të luaj Spider Solitaire. Hyi brenda disa minutash dhe pyes nëse mund të futem në kompjuter. Ai më thot se ai është në të dhe se do të duhet të pres. Pra, ulem dhe pres. Ai e përfundon lojën e tij dhe unë ngrihem dhe shkoj drejt kompjuterit. Mike nuk del nga karrigia e kompjuterit kur i kërkoj, kështu që unë ulem në gjunjë para kompjuterit dhe luaj në atë mënyrë. Pas pak, gjunjët fillojnë të më dhembin, kështu që ulem në prehrin e tij. Mike vendos dorën në gjurin tim dhe përpiqet të lëviz drejt vaginës sime. E fshi dhe vazhdoj të luaj. Kështu, pastaj ai fillon të më prek gjoksin. E fshi dhe vazhdoj të luaj. Kjo vazhdon për kohë zgjatjen e lojës sime të diamantit, pastaj largohem. Mike do të më zgjonte nga një mëngjes, pse të më prekte vaginën dhe të më çonte në orgazëm. Ai gjithashtu do të më bënte qiaj theth karin. Njëherë kur po i thithja karin, isha me perioda. Ai më pyeti sa i rënd ishte rrjedha ime. Thash se nuk e dija vërtet. Dhe ai tha se nëse nuk ishte e rënd, do ta ngjiste në mua.